apo bëhet qeveria? Apo bëhet qeveria se kemi met në një situatë kur për herë të parë nuk dihet apo bëhet qeveria jo. Qysh kemi mri deri në këtë pikë Visar? Po, tash, mendoj që s'pari për me kalu të tema qeverisë është mirë me tentu dhe me kuptu pak që të mentalitetin e diskutimit publik, i cili është ndërtu jo tash së voni, po për gjatë disa viteve, në të cilin mendoj që ka kontribu lëvizja dhe vendosje përfshim mu, kur kam qenë aty, e që ka qenë kontribut edhe i keq. Pra në njërë mendoj që lëvizja dhe vendosje ka një kontribut pozitiv në një shpërfaqjen e një qasje tjetër ka zhvillime politike. Po në anën tjetër ma shumë dëm, se sa dobi. A di ku dëmi maj madh? Dëmi maj madh është në dy aspekte që unë isha tash, që si kom pa atëherë. E para është që megjithatë qëndrimi politik, koncepti politik i vendosjes ka qenë i bazuar në një farë iluzioni, i cili qartazi është i paarritshëm dhe po shihet që është i paarritshëm qeverisje, dhe e dyta është që qasja dhe metodologjia e diskutimit ka qenë shumë autoritariste dhe totalizuese. Por çka po aplikohet tash në qeverisje? Prandaj e ngrita këtë çështje për me përmend një gjë që mendoj unë është edhe vlera e misionit tonë dhe misioneve tjera. Mendoj që Kosova ka nevojë me pas një qasje shumë më liberale në këndvështrimet. Pra, unë edhe ti kemi qenë kolegë në Debat Plus, jo gjithherë jemi pajtu, po gjithherë kemi respektu mendimin e tjetrit edhe kur jemi pajtu, dhe mendoj që kjo do të më bëjë normë shoqërore, se po su bëj që kjo normë shoqërore s'mund të flasim për demokraci. Po si mund të bëhet? Mendoj që kjo nuk mund të bëhet derisa ka dhënë rezultat për një subjekt politik, për një lider si Albin Kurti, i cili me dhunë dhe agresivitet është rrit. Dhe tash si nuk mendoj që mund të ndryshoj dikush metodologji dhe të na bëhet neve një far Ibrahim Rugove këtu, apo një pacifist, kur dihet që rritjen ai ka të bazuar në dhunë, edhe në dhunën verbale, edhe në dhunën fizike, edhe në gjithçka. Mos doket, ndoshta doket ai keq me ndryshu. Dakord, vetëm se tash për me ardhur te tema me cilën e filluam këtë emision, domethënë, a nuk është që kjo arsye pse s'po bëhet qeveria? Pra nuk është që kjo qasje e Albin Kurti që ka bërë të padëshirueshëm për këtë partner tjerë. S'po duket që është krejt i padëshirueshëm. Për shembull, në raport me LDK-n bëri përshtypje shumë deklarata e deputetit Anton Çuni, i cili tha le të na kërkoj falje fillimisht që na quajti hajvan, s'di pse duhet mi kërku falje, dhe na mund ta shqyrtojmë vendimin për me bisedu. Kjo mu dok pak nonsens në kuptimin që a nuk është dëmi që i ka shkaktuar Albin Kurti vendit, a nuk janë tenderat një burimor, a nuk janë sanksionet, a nuk është prishja e raportit me Amerikën, po reduktohet të një hatërmbetje, hajvan apo nuk i hajvan. Po, edhe pse tash kjo mund të ketë dy kuptime, s'pari unë mendoj që edhe polarizimi shoqëror që shkakton zoti Kurti është dëm që shkakton i vendi. Dakord jam me ty që po thu që partitë politike megjithatë nuk i shkon desht me e kundru politikën nga perspektiva krejtësisht personale dhe hatërmbetjes, sepse partitë politike nuk ekzistojnë për vete, ato ekzistojnë për një program, për një koncept, për një elektorat e kështu me radhë. Në këtë drejtim, domethënë, dëmi që shkaktohet vendit përfshi polarizimi shoqëror, i cili pastaj shpërfaqet përmes fjalëve si hajvanat e mytjes mizave, ku ta diun ç'a bëj Kurti gjatë. Sa ose kjo është shpërfaqje e polarizimit shoqëror, por nuk ka problemi vet, është simptom atij problemi. Unë mendoj që problemi është polarizimi shoqëror. Por megjithatë, qeveria sot nuk po krijohet duke pas një parti e cila i ka 48 deputet, unë mendoj edhe për shkak të këtij polarizimit të cilën kanë nxit vetë. Dhe në këtë drejtim, mendoj që kjo duhet me qenë mësim për të gjithë ata që e kanë ndërmend me u përfshim politik ose ata që janë aktualisht politik, që ti mundesh me arrit një kulm të popularitetit përmes një gjuhe të tillë populiste. Po i ki dy probleme pastaj madhore. Një, kur të merr pushtetin s'mush me zbatu kur gjë që ke premtuar, dhe tolerancë, sepse ke premtuar gjëra që nuk janë të zbatueshme, ose i ke stërthjeshtu problemet shoqërore, fenomenet shoqërore politike, dhe e dyta pastaj është që ti krijon armiq gjithandaj. Problemi më i madh me si ballafaqohet Kosova sot jashta vështirësive ekonomike dhe sociale, unë mendoj që jemi armiqësuar me këtë botë. Apo jo. Dhe tash, mendoj që kjo duhet me qenë në spikon të partive që kanë qenë në opozitë deri atje. Ato që mund ta bëjnë qeverinë sot, cili kishte me qenë ndryshimi thelbësor i qeverisë në raport me politikën e jashtme gjithnjë vetëm.
Pra në këtë drejtim konsideroj që shanca është, rezultati zgjedhor e ka prodhu mundësinë për partitë politike që ta bëjnë qeverinë. Demokratike është kur ti krijosh shumicën e deputetëve në kuvend. Ka thënë edhe zoti Kurti para shumë vjetësh. Absolutisht. Dhe kjo nuk ndodh vetëm te na, ka ndodhur në Austri, ka ndodhur shumë vende. Për shembull ka ndodhur në Suedi sa herë kështu me radhë. Jo domosdoshmërisht nëse ke dalë ti i pari e krijon qeverinë. Nëse kur çdo me koalicion me ty, demokracia do ta kërkonte në situatën si jemi. Ktu është që po dakord i pari e provon i pari, aty pajtona plotësisht. Dhe pastaj nëse dështon i pari, po s'pja mohon kërkush këtë të drejtë kushtetuese. Mirë po. Sjellja demokratike që pritet prej parit është që kur e sheh që nuk i ka numrat për qeveri. Mos me tentu me e bo ata me zër dhe ose me zvarit e bloku procesin. Që kjo sjellja demokratike. Në të drejtim mendoj që po të shkonim sipas procedurave demokratike, rasti për një qeveri nga një i mandatuar i dytë do të binte shumë shpejt. Por nuk është se kemi shumë kohë. Dhe ne prandaj nuk e kuptoj pse ka kaq shumë zvarritje dhe ngurrim në tentim arritjen të një marrëveshje të partive politike. Mu po mdo këtë pak që partitë opozitare, përkatësisht LDK-ja, opozitë e deri tashme po flasë, tash të gjithajnë në një garë, kush po e bën qeverinë, po dëshiron zotit Kurti me ja leju edhe një mandat, të paktën deri te presidenti, në mënyrë që të ballafaqohet me problemet që ka krijuar vetë, që në fakt është goxha legjitime kështu, e ka kriju asociacionin, tash duhet me zbatu, por në kuptimin politik, për çka kanë luftuar dhe kanë kërku votë, nuk është e ndershme, sepse njerëzit e kanë votu me largu prej politikës. Edhe gjatë 4 vjetëve të vitit kaluar, unë e kam pa një tendencë të tij. Sa ma shumë gabime, ky bjen. Ra në fakt, domethënë ka psu 10% dikun humbje, por jo mjaftueshëm për me met në pozitë, me thonë si parti e dytë apo e tretë.